Gent Pietri, i njohur për publikun si doktori i emisionit satirik Fix Fare, prej gati një dekade është tërhequr nga ekrani dhe jeta aktive në media, duke u shfaqur rrallë në publik dhe intervista televizive. Në një rrëfim të fundit, Pietri ka treguar se largimi nga televizioni ka shënuar një kthes të fortë në jetën e tij, duke përshkruar si një periudhë të vështirë personale dhe emocionale. Ai është shprehur se pas largimit nga ekrani, ka ndjer distancim nga një pjesë e rrethit shoqëror, duke pretenduar se disa miq janë zhdukur në momentet më delikate të jetës së tij, përfshirë edhe periudha të vështira familjare. Në të njëjtën kohë, në media dhe rrjete sociale, janë ngritur diskutime dhe komente mbi gjendjen e tij shëndetësore dhe jetën personale, ku janë përmendur edhe probleme me alkoolin dhe vështirësi të tjera të përballuara ndër vite. Ai ka deklaruar se u braktis nga të gjithë pasi u largua nga media, madje shprehet se miqt nuk i erdhën as për vdekjen e babait. Ndërkohë, komentues në rrjet shkruaj se Pietri prej vitesh është në një luftë me varësi ndaj alkoolit. Sipas burimeve në media, kjo ka quar shpesh herë edhe në situata dhune fizike ndaj ish bashkëshortes.